Përshëndetje, në qoftë se keni pjeshk dhe nuk po I konsumoni dot, hajde të bëjmë një akullore. Unë do ta bëj se ma ka kërkuar Eliana, por unë do ta bëj me dy shije. Do përdor panën, latte condensato edhe do ta bëj me pistachio. Te kjo do bëj ato me pjeshk. Kurse te kjo tjetra do vë këtë me pistachio, me panë, edhe normal dhe te pjeshka do edhe panën, do ta ndaj në dy pjesë. Atëherë shtojmë panën. Unë e kam bërë dhe vjetë këtë akullore dhe me pistachio dhe të them të vërtetë nga dalë tamam si ajo që ne blejmë në supermarket. Dhe shumë e shishme. Eliana ka 2 ditë që ma kërkon dhe unë sot erdha në shtëpi dhe thash pse mos t'ja bëj. Tani rrajmë panën. Nuk do shumë, do ta rraj. Ja dhe panën si që shifni. Është gati. Tani do t'i hedhim latte condensato edhe do t'a rrajmë dhe pak. E pastaj do t'a ndajmë në dy pjesë. Unë po nxitoj se do më vej vonë për punë, se duhet laj dhe që mos I le pa larë, se pastaj ja nuk duaj që të mbetet lavamani me enë, prandaj po nxitoj. Ecco qua. Pas që kemi rrafur panën me qumshtin, shikoni si është, edhe ta kthesh nuk bie. Do grim pjeshkët, se pjeshkët duhet t'i grim. Me siguri këtë akullore me pjeshk kam për ta ngrënë vetëm me burrin, se ata fëmijët tanë s'ma mirë mendja, do preferojnë më tepër këtë me pistachio. Atëre do grim pjeshkët si që shikoni. Ja dhe pjeshkët I grim. Shiko si erdha. Krem. Gjyna që t'i lija aty, se ne I hapëm parmrem të vazon edhe s'pa I hante me njëri dhe thashmë pse të prishën kohë. Do t'i bëj akullore. Atëre edhim pjeshkët në një kupë të tillë, të gjitha. Si që shikoni. Dhe me një spacolinë të pastër vendosim panën. Ta do ta lëm këtu. Edhe tani do ta rrafim sërish. Wow, nuk e prisja që do dilte këshuja. Shikoni. Vese se ka dalë fantastike. Edhe tani unë do ta vendos në një kupë që kam mbajtur kastile. Kjo është një kupë akullore. Shpresojmë që na I marri të gjithë. Shpresoj. Besoj se po. Dhe kjo ja sonde në darket.
neve mundet ta konsumojmë. Sonde ndarë unë do bëj dhe një tort me mollë, se po më prishen mollët, se tani jam nuk para ja njëri të themi mollë, se po fillon dhe vapa. Edhe do ta shoqërojmë me molla akullorën, se shoqërohet ëmbëlsira, mund t'i shoqërosh dhe me akullorën në beare. Atere, unë po e shkum që këshu, që në marri të gjithë, se nuk kam të them të vërtetën kup tjetër. Atere, e sheshojmë këshu, bëjmë se punë në tyre ustallarve. Perfekt. E mbyllim. Edhe ja gocani. Tani do ta fus frigorifer. Dhe tani te kjo tjetra do shtoj, si që shikoni, pistachio. Ja, më bëri mbulesën pis. Do të arrajmë dhe një qikë. Atere tani do ta vendos të kjo kupa, se si që thash nuk kam kup tjetër, se një kisha mu në punë, një ka vajza, do të blej kastile për këto, për akullorit. Do ta sistemojmë këtu brenda, në këtë mënyrë. Si që thash, ja si që shikoni, dhe tani do t'i vendos pistachio, do t'i vendos dhe granela të pistachio brenda, edhe kështu vazhdoj me procedurën. Tani do i dhim pjesën tjetër. Ta sistemoj. Ecco qua, dhe do të shtojmë pistachion tjetër. Do t'i shtojmë granelën përsëri, se fëmijët e mi ngordhin kështu. Neve pistachion e përdorin shumë fistikë, që i thoni ju, por që në Sicili kemi qenë në zonën e ku vesh pistachio i vërtet. Edhe, kur nuk i thonë që floriri, mos i vini re flok vetë mjo njërë, se do thoni që o, ato flokët e tua, jo andej, jo këtej, por s'ka problem. Ate, shtrojmë bazën tjetër dhe mbaruam. Edhe ja, tani do t'jetë pistachio prap lartë, edhe granelën te më takon, si thoni. Ciao!